Mirë, bashkohet me mua në program nëpërmjet një komunikimi të drejt për drejt gazetari Fatos Mahmutaj. Fatos, mirëmbrëma, faleminderit që je me mua drejt për drejt në ora e fundit. Mirëmbrëma, faleminderit juve. Fatos, çfarë ka ndodhur sot në protestën e opozitës? Dikush do thoshte që Berisha i ka bërë shqiptarët mish për top dhe nga ana tjetër Partia Demokratike me Berishën sot është shfaqur si një organizatë terroriste dhe jo si një parti opozitare që kërkon zhvillimin e vendit, por çfarë e detyron të shfaqet si e tillë? Si e mendoni ju? Është pikërisht programi i shkruar ose i pashkruar i Partisë Demokratike. Pra i Partisë Berishës do ta quaja dhe nuk do doja domethënë ta ngatroja me Partinë Demokratike, por do thoya Partia e Berishës, partia personale e Berishës, sepse tani është katandisur vetëm në militantët personal të Berishës dhe jo të Partisë Demokratike. Sepse demokratët e vërtet prej kohësh janë distancuar njëri pas tjetrit dhe të gjithë kanë gjetur rrugët e tyre, kanë gjetur rehatinë e tyre, kanë gjetur punët e tyre, kanë gjetur gjithçka të tyre, ndërkohë Berishës i kanë ngelur vetëm të vetët. Pra, është partia e Berishës. Të desha që ta saktësojmë, domethënë ose të bënim një marrëveshje bashkë, ta quajmë partia e Berishës dhe militantët e Berishës. Dhe Berisha ka treguar që në 34 vjet apo në 35 vjet politikën shqiptare që e ka dominuar, nuk ka bërë gjë tjetër veç se dhunë dhe vetëm dhunë, asnjë gjë tjetër. Pra, ky është programi në thonjza apo de facto i partisë së Berishës. Pra, duke mos ditur as një lloj gjëje tjetër të prodhoj, duke mos pasur asnjë lloj ideje tjetër politike, duke mos pasur asnjë lloj, le të themi mentaliteti politik, atëherë ka vetëm mentalitetin e shpellarit dhe mentalitetin e dhunës. Dhe Berisha nuk di të prodhoj tjetër veç se dhunë. Pra, thjesht ka bërë atë që di të bëj. Aq di, aq bën. Pra aq është kapaciteti intelektual dhe politik i Berishës, domethënë dhe atyre që i shkojnë pas. Ndërkohë Fatos, Berisha dje i quajti policët bandit dhe se janë ata që hedhin molotov në kryengritjen e tij paqësore. Gjithashtu militantët i quajti njerëz të dëshpëruar që hedhin molotov, ndërsa sot protestuesit e tij konsideroi kryengritës të armatosur që mbrojtën xhaminë e namazjas dhe policët nga ana tjetër ata që shkatruan lutjet e besimtarëve mysliman në muajin e Ramazanit, teksa në terren dukej krejt e kundërta, besimtarët faleshin dhe Berisha ju çoi molotovët në xhami. Por dikush do pyeste, a ka shtet dhe ligj ky vend dhe pse shqiptarët duhet të dëgjojnë kaq hapur mashtrimet ordinere të Berishës për dekada me radhë ku kërkon djegje dhe shkatrim të vendit për pushtetin e tij personal? Shiko, është një shprehje shumë e bukur dhe shumë kuptimplote e shqiptarëve, pra një frazeologji shumë interesante, që thot, qenit kur i vjen ngordhja shkon dhe urinon në derë të xhamisë. Atëherë Berisha atë po bën, po shkon dhe po përpiqet dhe të urinojë në derën e xhamisë për ta mbyllur me turp edhe përpara Zotit, domethënë kapitullin e tij mbi qeverisjen e shqiptarëve. Pra, Berisha pasi e dogji, e shkatroi, e vodhi, ja bëri gjithë të zezat Shqipërisë në 30 e kusur vjet, domethënë që shqiptarët i besuan apo ua uzurpoi postin kryesor, atëherë tani ai po e mbyll me turp edhe përballë Zotit. Pra, Berisha këtë dhunën e tij që ka prodhuar dhe ka bërë gjithkohës, tani në fund fare shkoi dhe të urinoi dhe tek dera e xhamisë. Po gjithsesi, inshallah nga Zoti e gjetët, domethënë sepse shqiptarët në kaq vite nuk ishin të zotët që t'i tregonin vendin ashtu siç e meritonte. Të paktën për të zezat që ju ka bërë shqiptarëve njëra pas tjetrës. Tani Berisha është mjeshtër i gënjeshtrës, mjeshtër i manipulimit të situatave. Unë kam një përvojë personale me të, nuk dua që t'i futem domethënë kësaj pjesës time personale, vetëm më lejohet me 2 fjali të shkurtra. Pra kam 21 janarin. Të gjitha ato gjërat që mua më ndodhen pas 21 janarit ishin për shkak të një deklarate publike që bëri Berisha dhe tha, flitet se është një telekronist i plagosur, domethënë e parasysh Berisha dhe përpiqet domethënë dhe të ulë, sepse telekronist ka ekzistuar deri në vitet 70, ju dhe unë e dim mirë, të shqiptarët e din mirë, domethënë fjala telekronist është domethënë fjala gazetar apo domethënë korrespondent apo quaj si të duash. Pra,
Unë isha një gazetar me përvojë, më quajti telekronist. Ç'do të thënë telekronist, kjo është vetëm brenda kokës së Berishës. Është një lloj, si të themi, domethënë ata që përdorin sot rrjetet sociale, që përdorin TikTokun, ti quajmë telegrafist. Domethënë, okay. Gjithsesi, flitet se është një telekronist i plagosur, po mos besoni, sepse është për të përhapur panik nga Edvin Kristaq Rama. Domethënë, kaq u desh thoshte Berisha, dhe pastaj dihet çfarë ndodhen njëra pas tjetrës, domethënë qoftë për mua, qoftë dhe të tjerët viktimat e 21 janarit. Pra Berisha është mjeshtër i manipulimit, mjeshtër i mashtrimit, mjeshtër i shkatërimit dhe mjeshtër i ndryshimit të situatave në favor të tij. Por këto mjeshtëri nuk e çojnë asgjë kundti, se janë thjesht infantile dhe ai nuk e di nëse arrin t'i besoj vet apo jo këto, sepse njeri nuk ja beson. Madje edhe ata që i shkojnë nga mbrapa për t'u paguar nga ai, domethënë edhe ata nuk arrin, domethënë që t'ja besojnë këto lloj horrllaqesh Berishës dhe jo që ta marrin njëri për bazë. Dakor Vatos, por jo, mua patjetër. Atë gjën e turpshme që bëri sot, domethënë përballë besimtarëve, njerëzit të cilët duke u falur në xhami, duke bërë ritet e tyre sipas fesë tyre dhe në muajin e shenjtë të Ramazanit. Domethënë për muslimanët, muaji i Ramazanit është muaj aq i shenjtë saqë është ndaluar çdo lloj konflikti, pra nga ana fetare, nga ana e jurisprudencës islame, në muajin Ramazan është ndaluar çdo lloj lufte, çdo lloj konflikti. Pra në territorin midis Mekës dhe Medinës në Arabinë Saudite nuk lejohet të vriten as kafshët e egra, jo për gjuhë e tij, po edhe për mbrojtje nuk mund t'i vrasësh me kafshët e egra. Pra, e kupton domethënë që është kulmi i muajit të paqes dhe kulmi i muajit të adhurimit. Dhe Berisha shkoi dhe u aprishi këtë adhurim besimtarëve. Pra, është një lloj kriminali, domethënë, më fal që po përdor të shpreh, që te i kalon të gjitha përmasat, të gjithë imagjinatën. Dhe pikërisht në këtë logjik, u hedh molotov mbi kokë. Dhe në këtë logjik që ti po thua, Fatos, unë dua të pyes që pse poshtërsia e një njeriu si Berisha që ka drejtuar, duhet thënë, këtë shtet, shkon në nivele të tilla sa ju prish lutjet besimtarëve mysliman në muajin e shenjtë të Ramazanit me molotov në derë të xhamis, për t'i nxitur edhe besimtarët musliman, që janë njerëzit më paqësor në botë, në luftë dhe në protesta. Shiko, nuk ka besimtar musliman të shkojnë nga mbrapa Berishës, sepse njerëzit nuk janë budallënj, që Berisha t'u hedh molotovët mbi kokë dhe ata të shkojnë për krah Berishët. Për çfarë besimtarët musliman shqiptar, që janë njerëz korrekt me sa di unë, njerëz që nuk i kanë sill probleme shoqërisë shqiptare, njerëz që nuk i kanë prur asnjë lloj problemi, domethënë historikisht shqiptarët, paktën kaq kohë sa ne kemi që e shkruajmë historinë dhe kaq kohë sa i njohim, domethënë detajet e historisë, nuk kanë prur asnjë lloj problemi, thjesht ishin duke adhuruar Zotin sipas mënyrës së tyre, ashtu siç e adhurojnë dhe besimtarët e feve të tjera, pra qofshi krishterë, qofshi të tjerë, pra gjithkush sipas mënyrës vet adhuron Zotin në vend faljen e tij, në vend adhurimin e tij dhe është në punën e vet. Pra shkon Berisha, i hedh molotovët mbi kokë, ju prish, domethënë faljen, dhe pastaj pa pikë turpi akuzon që i hodhi policia. Po ato janë videot mor vlla, janë videot, janë pamjet filmike. Është një lloj si në 21 janar Berisha i vrau Agim Llupua me Arjan Adhamin, si e kishte ai. Tjetri që i vran njerëzit, domethënë që luan drejt mbi njerëzit, i vran dhe Berisha pa pikë turpi, domethënë dele thot çadra pistolet, thika me helm, vran njëri tjetrin, vajtën u futën dru atyre mjekëve të spitalit Usharak, thanë dhe ata që janë vrarë nga afër. More, unë e denoncova me pamje, me video, me zë, me të gjitha Agim Llupon duke qelluar drejt grupit ku isha unë. E denoncova me zë Arjan Adhamin, duke qelluar drejt grupit, domethënë ku isha unë. Ishin dy persona që qellonin drejt. Tani, çfarë duaj më? Del mjeku aty në spitalin Usharak pasi hadru pa pikë turpi, del edhe thotë që janë plumbat qelluar nga afër. Pastaj doli që ishin qelluar nga larg, pastaj po vet drejtësia e Cungori Berishës doli që e kishin qelluar këta, po thjesht kanë tejkaluar atë le themi detyrën e tyre. Ndërsa tani vetë u hedh bombat mbi kokë atyre, edhe thotë që i ka hedh policia. Po jo mor vëlla, janë pamjet që flasin vet. Gjithçka është e sqaruar, është e saktë që molotovët i hodhi Berisha me ata të vetët. Nuk u aprishi kush faljen besimtarëve, domethënë nga policia. Sepse dëgjoj, sido që të jetë puna.
a mendon që mund të ketë sado inkriminuar që të jetë një institucion policor të shtoj bela vetes duke shtuar protestat. Po policia ku t'i gjej t'i paksoj protestat, t'i jetë rahat në punën e vet, jo më të shtoj protestat se fundafare ato drumbi policë do bjen. Fatos, nuk ka rjetë të kuptohet në fakt ku e gjenjë guximin dhe fytyrën të flasin për korrupsionin dhe narkoshtetin, kur janë non grata familjarisht për njerëz të korruptuar, për ajdutëri dhe shkatrues të demokracisë. Për shembull, flet Flamur Noka për narkoshtetin, por sot pa Elda Hoti në krah, edhe pse nga ana tjetër ka një akuzë nga kreu i grupit parlamentar, Demokrat Gazbardi, për ajdut. Tani, Fatos, çfarë sigurie kanë këta njerëz që dalin publikisht dhe ofendojmë akoma të paktën minimumi inteligjencën e shqiptarëve? Shiko, më fal, është një shprehje tjetër shumë interesante, më fal që po e bëj me frazeologji këtë bisedën e sotme, që thotë po nuk ke turp, bëj ç'të duash. Ata nuk kanë turp, nuk kanë më cip, atyre u ka mbaruar pjesa e turpit e moralit dhe tani janë në fazën bëj ç'të duash. Domethënë dhe në këto momente ata vetëm me forcë, kuptohet, me forcën e ligjit, jo me forcën e tyre, jo në nivelin e tyre, sepse ata mezi presin të ulin në nivelin e tyre, domethënë, dhe pastaj të merresh me ta në atë niveli. Jo, jo, shteti funksionon me ligje, me rregulla. Atëherë, ashtu siç kanë bërë këto lloj horrllëqesh, atëherë përveshi, flasi atje, domethënë, përballë ligjit, edhe kaq mbaron puna, sepse këta njerëz nuk kanë më moral, nuk kanë më turp, nuk kanë më cip, dhe e vetmja mënyrë për të mbrojtur ju ka ngelur sulmi, pra se nuk kanë çfarë humbin më. I kanë mbaruar të gjitha. Domethënë, ishte një parti që themi ka fituar zgjedhjet në vitin 2005. Ishte kjo parti që mori minus 1 milion vota në vitin 2013 pas 2 mandatesh. Pse? Sepse nuk bëri qeverisje shqiptarëve, po thjesht ka përceu nga njëri skandal në tjetrin. E nisi me rrugën e Kombit, e mbylli me Insenjanarin. U shpërtheu Gërdeci dhe masakruan Dynjan. Domethënë, familja Berishës masakroi Dynjan. Familja Berishës ju e cekët pak më parë, familje non grata, familje hajdutësh, familje, domethënë i ka provuar të gjitha llojet e krimit. Dhe çfarë të zezash i kanë ngelur më shqiptarëve pa ju bërë Berisha me shpurën e tij. Por ama, Fatos, kam edhe një pyetje të fundit. Dikush sot ka parë protestat me molotov, flag dhe tym dhe akoma të njëjtat skena, të njëjtat fytyra në krye ku me pa fytyrësinë më të madhe mashtrojnë dhe gënjejnë apo shpikin skenare lufte. Akoma edhe sot, pas më shumë se 35 vitesh, dikush ndoshta do të pyeste me të drejtë, Fatos, a do bëhet ndonjëherë ky vend? Shiko, përderisa nuk është faji i askujt, madje unë do të thoja që faji nuk është as i Berishës që ky vend është katandisur në lloj forme. Është faji i vet shqiptarëve që në kaq vite demokraci, domethënë nga 1991 deri më sot, në 35 vjet, nuk ditën të krijojnë institucionet për t'i përfaqësuar ashtu siç duhet. Ne kemi një shtet të brisht, kemi Kosovën, që është shtet super i brisht, dhe në momentin e bërjes institucioneve, Kosova është shumë herë përpara nesh. E ke parasysh që në Kosovë, domethënë, bëhen votimet të dielën dhe pas 3 orësh dalin rezultatet? Kaq mbaroi puna. Kurse tek neve rezultati shkon 2 javë, 3 javë. Pse? Sepse do manipulohet, sepse të gjithë duhet të fitojnë ndonjë çik, të gjithë e hallakatin, domethënë ligjin e kanë bërë lastik, ai komisioneri i njërës parti e tërheq atë lastikun deri në fund, pastaj e kthehet komisioneri i partisë tjetër e tërheq nga ana tjetër lastikun, pastaj tjetri dhe e kanë bërë atë ligjin ashtu siç u ka dashur tyre dhe rezultati zgjedhur do dalë i tillë. Pra, nëse mandati i një të zgjedhuri blihet, atëherë shumë e thjeshtë, domethënë, ai do t'i bëjë smetin atyre që e ka bler. Do t'i bëjë smetin asaj lloj politike që e ka bler. Pra, të gjithë ta njerëz do vazhdojnë, domethënë, të sillen në të njëjtën formë. Dhe në çfarë mbetet shqiptarëve mbetet vetëm migracioni, ikin, sepse u është shpifur vendi i tyre. I është shpifur vendi i tyre sepse kemi disa njerëz të cilët kanë hyrë në politikë dhe s'kan bërë asgjë tjetër veç politikani dhe kanë mbushur xhepat ashtu siç u ka dashur qefi. Pra, këta njerëz qofshin në pozit apo në opozit, qofshin politikanë të dështuar apo të dëshpëruar,
këta njerëz domethënë kanë mbetur ata figura dominante të politikës shqiptare. Pra, juve përmendët rastin e Nokës, po kemi edhe ca të tjerë si puna e Nokës, të cilët duhet trokasin vetëm në për protesta dhe të bëjnë një batut në parlament, sepse nuk as fjalime nuk kanë në parlament. Është turp nami Zotit, këta njerëz që kanë disa mandate deputeti dhe nuk kanë një fjalim në parlament. Pra, aq është niveli i tyre, nuk kanë nivel intelektual. Intelekti i tyre është cop-cop. Domethënë janë njerëz që e shprehin atë përfaqësimin e tyre vetëm me dhunë, sepse atë din, atë bëjnë. Faleminderit Fatos Mahmudaj që ishit me mua këtë mbrëmje drejt për drejt në ora e fundit.